Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Qiyama, zbritur në Mekë, ajete 40. Përmbajtja e sures El Qiyama. Nga vetë emërtimi kuptohet se kjo sure kryesisht diskuton çështje që kanë të bëjnë me ringjalljen dhe kiametin. Vetëm disa ajete diskutojnë për Kuranin fisnik dhe përgënjeshtruesit e tij, çështjet e trajtuara rreth kiametit në përgjithësi ndahen në 4 pjesë. 1. Çështje që kanë të bëjnë me shenjat e ardhjes së çastit të ndodhjes së kiametit, ngjarjet e befasishme dhe tepër frikësuese, të cilat do të ndodhin në fund të kësaj bote dhe në fillim të kiametit. 2. Çështje që ndërlidhen me gjendjen e punëmirëve, mirëbërësve dhe keqbërësve në atë ditë. 3. Çështje që lidhen me çastet plot ankthe në momentin e vdekjes dhe kalimin nga kjo botë në botën tjetër. 4. Çështje që kanë të bëjnë me qëllimin e krijimit të njeriut dhe raportin e tij me çështjen e ringjalljes.